Të nderuar qytetarë të Ulqinit. Siç e dini, shtunia e parë e muajit prill është dita e Ulqinit. Ditë me mjaft simbolik, kur mbaron vjellja dhe punët në Ullisht dhe fillon sezoni detarisë. Edhe pse kjo duhet të jetë ditë solemne, pas asaj që ka ngjarë dhe vazhdon të ngjajë për gjoja investime marramense dhe zhvillimin e Ulqinit, mendoj se nuk kemi atmosferë festive. Mendoj se është koha për të ngritur zërin, për të dalë së bashku me ju në protestë madhështore për të mbrojtur Ulqinit nga vendimet që bëhen pa u pyetur ne dhe pa u dëgjuar ju. Në këtë protestë duam të dëgjohet zëri juaj dhe fëmijëve tuaj. Në këtë protestë dua që ju të shihni njëri tjetrin dhe ta mbështetni njëri tjetrin. Pra, të shtunën do të shënojmë ditën e Ulqinit me dalje madhështore në protestë e jo me kuvend solem dhe aktivitetet e tjera, pavarësisht se të gjitha i kishim përgatitur. Të nderuar qytetarë, të gjithë forcat politike të komunës së bashku kemi vendosur që mbledhjen solemne të kuvendit të komunës së Ulqinit mos ta mbajmë në formë solemne, por në formë proteste. Për këtë, ju ftoj që të shtunën në orat 12 të kohemi së bashku në Ranë për t'i treguar qeverisë që nëse nuk duan t'i dëgjoj 33 këshilltar të kuvendit, jemi ne mira qytetarë këtu për t'i dhënë mesazhet se ne jemi pro investimeve dhe zhvillimit, por duam që zhvillimi të jetë i qëndrueshëm dhe i bazuar në planet tona e jo në planet e të tjerëve. Duam transparencë dhe përgjegjësi nga ato që marrin vendime për ne, e pa ne. Duam që Ulqini të ruajë identitetin dhe rëndësinë e tij, që Kriporia të jetë kryepushimorja e zegjve në Europë, që Ullishta të jetë zona më e gjelbur dhe më e bukur në Meze. Duam që Ulqini të jetë djep i fëmijëve tuaj për sot e mot. Aktivitetet e kremtimit dhe koncertet për fëmijë do të bahen, sepse ne këtë po e bëjmë për hir të tyre. Të nderuar miq të Ulqinit. Ulqini është qytet i vjetër, qytet me traditë dhe mikpritje. I nxi me Zeut. Ka qenë trim për herë dhe ka mbijetuar për 2500 vjet. Te ne thohet trimi i mirë me shok shumë. Prandaj, ju ftoj juve që na keni dhënë përkrahje që në fillim dhe miqve dashamirësve të Ulqinit kudo janë, që të shtunën të na vini për të na dhënë përkrahjen tuaj që Ulqini të mbetet miku i shtrenjtë i juaj, djepi i shtrejt i joni. Ju falenderit.